Autoritetet e Kosovës ja kanë revokuar shtetësinë serbit Nikola Vujović, shkaku i rrezikimit të sigurisë kombëtare dhe i ka nisur procedurat për largimin e tij me forcë nga territori i shtetit. Sipas Ministrisë së Brendshme, Vujovići, që deri të shtunën ka qenë shtetas i Kosovës edhe i Serbisë, shërben si pjesëtar i inteligjencës në policinë serbe. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Cveçla njoftoi se Serbia ka punësuar shtetas të Kosovës brenda institucioneve të saj të sigurisë dhe inteligjencës, në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Ai theksoi se adresimi institucional i rasteve të tilla është domosdoshmëri për shkak të qëllimeve agresive të Serbisë. Bazuar në legjislacionin ton përkatës për shtetësi, aktet nënligjore dhe rekomandimet e institucioneve përkatëse, sot ka marrë vendim për privimin nga shtetësia e Republikës së Kosovës për Nikola Vujović, për rrezikim të sigurisë kombëtare si pjesëtar i forcave policore të Serbisë. Pas këtij njoftimi në polici bën të ditur se janë nisur procedurat për largimin e Vujovićit me forcë nga Kosova. Deri atëherë ai do të mbahet në qendrën e mbajtjes për të huaj. Ndaj personit në fjalë është duke u zhvilluar procedura bazuar në ligjet që rregullojnë këtë çështje dhe lidhur me këtë ka lëshuar vendimin për largim me forcë të personit NV nga territori i Republikës së Kosovës. Deri në përfundim të këtyre procedurave, në përmbushje të kushteve për ekzekutimin e vendimit, personit në fjalë i është shqiptuar masa e ndalimit në qendrën e mbajtjes për të huaj. Ish zëvendës ministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha bëri thirrje që institucionet të jenë vigjilente, tek tha se persona të tillë mund të jenë me detyra të veçanta nga Serbia. Krahas marrjes së shtetësisë, ai thotë se ndaj tyre duhen ndërmarrë edhe veprime tjera hetimore. Është një indikator që ky rast nuk është i izoluar, mund të ketë raste të tjera, prandaj shteti ynë duhet të jetë shumë vigjilent dhe duhet të ketë një vigjilencë proaktive, sepse mund të bëhet vënë pastaj nëse nuk identifikohen me kohë këta qytetarë të cilët mund të jenë me detyra specifike në kuptim të minimit të statut të sigurisë në Republikën e Kosovës. Gjatë së shtunës, zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë u ankua se Kosova ka arrestuar 3 zyrtar të MPB-s serbe, të moshave 26, 28 dhe 36 vjeç dhe një oficer të pensionuar 53 vjeçar. Të gjithë ata, së bashku me familjet, jetojnë prej vitesh në mënyrë paqësore në Kosovë dhe Metohi, dhe detyrat i kryen në drejtoritë policore në territorin e Serbisë qendrore. Aktualisht ndodhen në paraburgim. Në policinë e Kosovës dhe në Ministrinë e Brendshme nuk e kanë konfirmuar arrestimin e këtyre personave.